Po, qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës tashmë është i qartë që seanca e orës 11 është një seancë me përmbajtje antiligjore, antikushtetuese dhe me përpjekje për të përmbysur rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Tash një vjet, Albin Kurti, i cili ka okupuar institucionet e Kosovës, ka okupuar zyrën e kryeministrit, ka okupuar të gjitha institucionet me të cilat operon me ushtrues të detyrës, po mundohet dhe po bën çmos që të përmbys rendin kushtetues dhe në këtë vit ai është ridëshmuar si një njeri që bën hile, si një hileqar që nuk respekton rregulla, nuk respekton ligje, nuk respekton norma, nuk respekton kushtetut dhe nuk respekton madje as besën. Kështu që Partia Demokratike e Kosovës dhe qëndrimi i saj është i qartë, ne nuk do të jemi të pranishëm në orën 11 në këtë seancë e cila ka përmbajtje antikushtetuese, ndërsa për argumentet edhe politike edhe ligjore, zonja Vlora Qitaku do të jep ato politike, ndërsa zoti Përparim Gruda do të sqaroj të gjitha detajet ligjore. Zoti Berami, ministri i detyrës për Amurati, ka thënë se nëse nuk ratifikohen si marrëveshje ndërkombëtare, Kosova i humb 200 milionë euro dhe ato janë të pakthyeshme. A mendoni se do të dëmtohet Kosova në këtë rast? Po qeveria e Kosovës ka pas kohë që këto marrëveshje ndërkombëtare të ratifikojë edhe më herët, qëndrimi për dykës ka qenë i qartë. Ne kemi qenë në gjendje që të ratifikojmë këto marrëveshje. Bashkimi Evropian ka qenë shumë i shqetësuar që ka pas vonesa të ratifikimit të planit të rritjes dhe tani përmes këtyre të rikave lëvizjeve të vendosë po mundohet që të krijojë një mashtrim optik, përmes të cilit dëshiron që të shkojë në zgjedhje. Edhe për te qëndrimit të partisë, a mendon që mundet me pas deputet qoftë nga grupi juaj parlamentar apo edhe të tjerë që munden me votu qeverinë Konjufca? Jo, po mendoj qëndrimi jonë është i qartë, tash një vit e kemi treguar që na jemi të përbashkuar më shumë se kur, edhe nuk do të ketë vot për zotin Konjufca, argumentet që kemi bërë të njohura. Do të keni mundësinë edhe me zonë Vlora Qitaku që të sqaroni të gjitha pyetjet.